është aty janë interese. Se duhet të ndërgjë që është rezerva më e madhe e naftës e pashfrytzuar akoma. E pashfrytzuar akoma, jo vetëm në Iran, edhe të pjesë e Irak. Në Irak, po. Në Erbil, po. Unë kam qenë para shumë vitesh në Erbil. Në fakt, është vërtet që thonë ai është vendi me përqendrim më madh amerikanëve jashtë Amerikës? Po sepse punojnë si kryesisht në fushën e industrisë naftës dhe gjitha industritë e tjera. Tha një gazetar italian këtë ditë, tha amerikanët duan Kurdistanin e Irakut, po. Amerikanët kanë shumë fat, tha një gazetar italian, se duan të eksportojnë demokracitë dhe kudo ku shkojnë i del naftë. Unë kam qenë para shumë vitesh. Dhe në fakt surpriza më e çuditshme ishte që sa po u futa në hotel luksoz, me 5 yje, dëgjoj të gjithë stafin fliste shqip. Tani imagjino të ikësh nga Tirana, të shkosh në Erbil mbasi ke bërë gjithë atë rrugë, edhe të përballesh në hotel me Të gjithë shqiptarë që punojnë. Të gjithë shërbimi i hotelit ishin shqiptar, djem dhe vajza shqiptar. Dhe e kishim një takim edhe Masud Barzanin, udhëheqësin e famshëm të Kurdistanit të Irakut. Ata janë njerëz shumë racional dhe shumë pragmatik. Dhe duhet të është vetëm zonë e Kurdistanit që është autonome, dhe është qeveriset në mënyrë autonome, është brenda sovranitetit të Irakut, por është pothuajse e pavarur totalisht në gjithë operacionet qeverisëse. Dhe ata zgjidhja më interesante që kanë dhënë është përmirësimi i marrëdhënieve me Turqinë. Dhe rajoni autonom i Kurdistanit të Irakut ka pas në vijimësi marrëdhënie të shkëlqyera me Turqinë, në mënyrë të veçantë me Erdoganin. Dhe kjo ka izoluar në mënyrë graduale edhe PKK-n dhe problemin kurd në Turqi. Problemi ishte Siria. Në moment që u zgjidhte edhe Siria, pothuajse problemi kurd nga Turqia u vendos në rrugën përfundimtare të zgjidhjes. Tani rrezikon të hapet në Iran. Dhe kjo është vije kuqe për Turqinë. Turqia këtë nuk mund ta pranojë në asnjë mënyrë. Interesi themelor i Izraelit është të dizintegrojë Iranin. Si ta dizintegrojë? Duke përdorur popullsitë minoritare në Iran. Dhe një prej popullsive më vitale dhe që ka treguar kryengritje her pas here, dhe që kanë kapacitete ushtarake në fakt të organizuara, pavarësisht se jashtë kufive të Iranit, pra në Irak, janë pikërisht kurdët, që janë rreth 10 milion, 9 deri në 10 milion banor. Mirë po, në këtë pikë, Turqia nuk mund të pranojë. Presidenti Trump ka folur me gjithë përfaqësuesit politik të Kurdistanit. Dhe unë dëgjova një intervistë në fakt të Talabanit, që është edhe djali i Xhalal Talaban, një prej udhëheqësve legjendar kurd, i cili të Irakut, i cili tha që ne nuk mund të lejojmë që të përdoremi si maje shigjetës në këtë konflikt. Ne duhet të trajtohemi si një urë lidhjeje ndërmjet Irakut dhe Iranit. Sepse ata e dinë që kosto e përfshirjes në këtë konflikt është jashtëzakonisht e madhe, sepse do jenë në 2 zjarre. Do jenë në zjarrin e Iranit nga Iran? Që është Kurdistani, pra shikojmë që gjitha ajo pjesa është e Irakut, që është pjesa më e madhe. Shtrihet në të gjitha pjesa e Irakut që është pjesa më e madhe, ka dhe pak Siri, po pjesa e Luanit është Turqia. Pjesa më e madhe është në Turqi. Është Turqia, por shikojmë që dhe Irani ama ka një pjesë shumë të edhe Irani ka një pjesë shumë të madhe. Edhe në pikpamje të popullsisë, në Turqi llogaritet 15 deri në 20 milion banor. Natyrisht janë shumë më të integruar në fabrikën sociale turke. Është krejt tjetër realitet. Sidomos pas arrestimit të Öcalanit, sigurisht u zgjodh një taktik tjetër me kurdët në Turqi, duhet thënë jo pa sukses, me sukses. Që në 2011 në fakt, Erdogan e vuri në vizë zgjidhje. Pastaj shpërtheu pranvera arabe, problemi i Sirisë dhe u rikthye në konflikt prapë çështja e kurdëve dhe u desh më shumë se një dekadë për ta rizbutur konfliktin. Dhe natyrisht që jemi në këto kushte ku Izraeli kërkon që për interesat e veta natyrisht kërkon që ta rinxhisë konflikt. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës gjenden përballë presioneve nga të gjitha anët. Njërën anë duan t'i përdorin si instrument për të dëmtuar Iranin, nga ana tjetër aleatët e vetë, Turqia dhe aleatë të tjerë, se kemi dhe Sirin, sa po u stabilizua, imagjinoni tani se çfarë ndodh nëse hapet një vatër nga Irani. Besoj e pat vendimin e presidentit të Sirisë për që i njohu kurdëve të gjitha drejtat citizenship, pra të drejtën e kulturore, shtetësisë dhe i njohu si gjuhë zyrtare gjuhën kurde, një gjë që
të merë, pra, Asadi kishte hequr dhe drejtën për të qenë shtetas. Nuk ishin shtetas, patjetër. Të Sirisë, pra, është skandalozë. Pra, duket që ka përpjekje për ta ullur, po duket që Izraeli e ka zërin shumë fort. Me gjithë të, Fatos, një pyetje me që e di që është jashtë, ti e gazetare vjetër, kështu që ke shumë informacion. Lutem. Sigurisht, ideja është Irani ka një histori krejt tjetër nga Iraku, apo nga Afganistani, është komplet histori shumë e komplikuar, është bazë e kulturës botërore, etj. Pra nuk është kaq e thjeshtë. Në shekullin e 6 pas SRS-së. Dhe nuk është kaq e thjeshtë që kultura ka të bëjë. Ndjekësit e profetit Muhammed, sigurisht. Ideja është Djepi muslimanizëm. Ne për shumë strojmë Mujahedinut, e cila është një segment i cili po pretendon që të ketë një zë, duket që nuk ka shumë, sepse nuk ka shumë përkrahje në vetë në brenda Iranit. Nuk ka shumë dikim. Nuk ka shumë dikim. Ka një përpjekje për Palavin, pra për të birin e Shahut, princin e kurorës që të rikthehet, por duket që dhe aty Amerikanët po ngurojnë, pasi bie që ta hedhin mes një zjarri, pasi ekstremizmi islamik është shumë i fort. Do të ishte një princ vit në miniatur, jo në miniatur. Princ viti do ishte lule, po do ishte një rrezik shumë i madh që ta parashutonin atje, domethënë në mes të një vendi. Ngurojnë vërtet. Se nuk dinë se sa realisht iranianët, 92 milion iranian, kanë respekt për të birin e Shahut. Ka, vetëm që duhet thënë që është dukshëm, është shprehur entuziazmin të një pjesë e vogël, sa mos qytetet e mëdha si Tirana, këtej temi pas vrasjes Khameneit. Megjithatë, jo, megjithatë e the shumë bukur Sokol, nëse më lejon, ato 3 pikat që janë vërtet shumë domethënë, sepse i bëri edhe një pyetje edhe Skënderit, miku tim. Çfarë? Kur thej që nga 1979, kur Irani vërtet ishte një vend pothuajse demokratik. Pothuajse. Si vend funksiononte, ishte vend modern. Pavarësisht se kishte, si thua, atë kraun e hierarkisë, Shahun, ishte një vend që realisht Shahu ishte përpjekur, thotë kur ta modernizonte naftën. Ta modernizonte edhe me është Mossadegh. Edhe me një kosto që kishte acaruar teologët e famshëm iranian në maksimum. Sidomos në momentin kur Shahu i atëhershëm Sokol vendosi që ajo që mbulonte fytyrën e grave të ndaloj. E ndaloj në mënyrë me dhunë nga çdo mjedis publik që në 1972. Kështu që Irani ka 47 vjet mpirje e të vërtet, frikë të kristalizuar në qytetarët e një qytetërimi 3000 vjeçar, qytetarë të mrekullueshëm në botë e tregojnë veten, edhe vërtet mërgata iraniane është ndër më të përgatiturat në botë. Kudo ku kanë dalë, kanë treguar veten shumë të aftë. Pra, është një vend që është e vështirë të parashikosh se thjesht nën goditjet ajrore mund të ndryshojë. Kollaj pas 47 vjet mpirje. Prandaj, këtu është i gjithë mekanizmi i sa do të zgjas konflikti, sepse dëshira e presidentit amerikan, kryetarit të botës, siç e ka thënë me të drejtë miku im në një shkrim të para një viti e ca, po kryetarit një çik ndryshe, shumë ndryshe. Ç'mendori botës? Këtë ti e ke thënë në shkrim edhe pranoj. E thot Skënderi. Kryetarit sotëm të botës është për ndryshim regjimi. Por ama mos na mbani të gjithë në ekran. Jo, ku dua të dal? Kërkoj shumë ndjesje e zgjata, por dua të dal në atë që sa mund të preket ekonomia jonë, xhepi ynë, në rast se ky si thua target i fundit, që ende nuk si thua realizohet qartë, por ama është aty, që Irani me 14% të rezervave botërore, shtati ka në pjesën e Kurdistanit të vetë, të mund të kthehet në një regjim miqësor me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ky është synimi kryesor. Dhe për këtë Shtetet Bashkuara të Amerikës, që sot nxjerrin naftën nga argjila, s'kan problem fare ta mbajnë ushticën e Hormuzit. Është 10 ditë sot, flasim, mbushën 10 ditë, Skënder, janë 110 milion fuqi nafte që i mungojnë ekonomisë botërore. Azis, Kinës dhe Indis. Më fal, jo vetëm, i prish punë eurozonës. Neve na intereson eurozona. Po jo Amerikë. Se neve importojmë në vit 9 miliard euro dhe 75% të këtyre parave
që ne i marrim të importuar, i kemi nga vendet e eurozonës, kryesisht nga Italia. Dhe në rast se Italia, që është një vend që pothuajse edhe ajo nuk